Tani një nga gjërat më të bukura që ke bërë, ke vajtur hidroseferit në Beograd. Që si të kam ndjekur. Nuk po të pyes kështu ç'a Dhe jo vetëm që i shkova, po e mbajta edhe peng gjithë natën, duke më treguar gjithë historitë e tij si gazetar. Jo, një minutë, shiko. Po na serioz mos e lë. Mua më pëlqen, shiko, unë kam një relat shumë të mirë me ata që dinë. Dhe me ata që duan atë që dinë. Në rastin konkret, ky është një gazetar shumë i mirë. Shumë i mirë. Po. Korrespondenti Top Channel. Po, dhe ti e di që ka emrin Idris? Jo, nuk e di këtë. Po pse i thon Idro? Pse e ndryshuan? Idro është shkurtimi i fjalës Idris kur dolin Top Channel. Se di këtë ti? Jo, se di. Emri i bukur Idro. Ai ka Idris Seferi si heroi. Interesante. Kur të mbaroj misionin merren telefon i thoj, unë ndajna me ty një natë dhe nuk të di emrin. Po ka mësuar shumë nga Idro. Për shembull na thoi diçka, sepse ai ishte në zemër të Beogradit atje dhe raporton. Do të thënë ky ishte një djalë, po më ka treguar shumë histori, kryesisht pjesa më e madhe janë histori kështu të dhimbshme, pra luftrat e gazetarit dhe betejat që ai kalon, në fakt janë gati të papërfillshme për shumicën e njerëzve, sepse janë pas kamerave dhe përpara kamerave janë gjithmonë ato që nuk shihen. Si ka dalë ai duke jetuar në Beograd dhe raportonte për Top Channel? Në shumë kora, e kupton? Edhe mënyra se si kishte shkuar mbaj mend në Beograd. Djali i talentuar shumë, Idro. Patriot? Patriot. Unë do ta quaja patriot. Kishte kërcënime? Gjatë gjithë kohës. Ne madje këtu, po ne madjen. Do të thënë, shikom, kam pasur raste që në disa vende që kam shkuar, më thonin këta njerëzit që më prisnin që i takonin një sorrolloj të lartë drejt, do të thënë ishin drejtues. Po? Disa në media, disa në politik, më thonin, kemi sigurimin nga pas, dhe mua më duke kështu e çuditshme. Po. Dhe ne kemi qenë të gjithë monitoruar këtu, sepse dhe unë, kur ti shkon me statusin e gazetares, në vende që është pak delikate marrëdhënia. Do të thuash se bini sekret serb, ju ndiqte. Po. Të ndiqte, ë? Kështu thanë. Të thaj? Kështu tha, po. Ty të ndiqte shërbimi sekret serb? Jo mua. Po mirë pa juve. Po, neve, po. Po të dy, ai shkreti gazetari ishi për gravitatën për Shqipërinë. Është e çuditshme, po është e vërtetë. Ti s'dije gjë, ti s'kuptove gjë. Po unë as nuk e besova, të them drejtën. Po, Elisa. Të vesh në Beograd ti një gazetare e famshme nga Shqipëria shkon në Beograd, të ndjekin shumë protesta në këtë vit që kam. Po kanë thënë ata kanë për protestat kjo. Kishte shumë protesta, kishte lëvizje shumë. Idro tani për çfarë punonte? Idro ishte në një televizion, shkova dhe në televizion, drejtonte një emision si puna jote te Dritare TV. Po në serbisht apo në Në serbisht, në Beograd. Jo, thash mos kishte në një emision. Jo. Okej, foto tjetër. Ai punonte për serbët. Edhe mirë bënte. Si mirë bënte? Po si, ishte gazetar. Këtu jemi në Kukës. Tani prit këtu. Po, në Kukës jemi. Ti jo vetëm je në Kukës këtu, po këtu ka Unë jam bërë po. Tani, kur u martove vetë? Po, bëra dasëm. Bëra dasëm, po zjati vetëm 24 orë dasma, pastaj... Po, që po se? Aq mbaj mendu, 24 orë, pastaj gjithë ciklin tjetër, e hoqa vallen vetë me vajzën time. Që ti referojemi ca pyet, po ti, po. 24 orë ndojte martuar? Jo. Martesa ime nuk ka zgjatur diku tek 4-5 muaj, diçka e tillë. Po pse kaq pak? Po sepse aq ishte maksimumi. Kush ishte bashkëtorë yt? Po çrëndsi ka kjo Holandi? Mirë, okej, tjeti. Të veshën unë se për herë të dytë. Si ishte kjo, se unë me thënë drejtën... Jo, për herë dytë, mua zakonisht kanë dashur në çdo fshat që shkoja të më vishte në nuse. Akoma nuk e kuptoj sepse... Po ku e di unë? Urrinte, kanë gjetur modelin portretit. Tani, ma shpjego pak të veshën. Foto bukur shumë kjo. Ma shpjego pak se kjo më bëri... Tani nuk është se mbaj mend mirë. Në cilin fshat ishe? Në Kukës kemi qenë. Këto të Kukësit përgjithsisht kanë më kanë dhënë lumturinë më të madhe dhe ka një pasuri shumë të madhe si tradit? Si tradit. Dhe e kanë shumë të pasur edhe folklorin, kostumografin dhe kanë një shpirt këto gratë e Kukësit që nuk ditë. Mbaj mend një histori në Shishtavec, kjo ka qenë perla e perlave. Shkojnë në Shishtavec dhe kishin rënë dritat. Dhe shkojnë në një fshat, që është ky fshat, shkojnë në një kafe, më falë se unë gatrova. Në kafe ne ishin të gjithë burrat e fshatit, edhe ku do flia unë.
Dhe thot pronari i kafenes, do vishta do bujtësh tek në shtëpinë time, unë tha kam gjenerator. Në atë kohë kryetari i Kukësit ka qenë Safeti. Gjici. I shkret, kryetari i shkret. Ne nga Vlora e themi gjithmonë. Te regjuna? Mund ta themi dhe Orlandi. Ku ishte isha te Landi shkret? E themi ne nga e kemi kështu si. Dhe ai të dhe më thot ktheu, jo, i thash unë pa me rak, kryetari thash unë se e kam gjetur zgjidhjen sot do bujt tek një familje në Shishtavec. Pa i njohur fare? Pa i njohur, isha bashkë me operatorët e mi, dhe në një moment të caktuar më sjellin në dhomë një vajzë. Dhe thash, heu. Tani heu, e thesi nga Kuksi. Po heu, tamam, i thash, okej, në rregull, se unë kërkova një palë bizhama. Se vetë kisha marrë diçka që nuk bënte shumë ftohtë për të fjetur me atë, me gjën që unë kisha marrë me vete, se unë presupozoj të tjerë një dhomë grotë e tjerë. Dhe tani unë prisa që të zhvishësha dhe vajza tikta. Dhe vajza nuk ikën. Edhe i them, do kthehesh pak me kuriz? Edhe kthehet vajza me kuriz, unë vesh bizhamet. Kishe marrë 2 bidona me ujë të nxehtë, edhe mua më pëlqente shumë që të jetoja si ata, kudo që shkoja, për të kuptuar gjithçka në imtësi. I thash, mund të më japësh ato bidonat? I thash edhe të largohesh. Jo, më tha mua, ne do flem bashkë sot. Si do flem bashkë? I thash, unë nuk mund të flem me një njerëz që nuk njoh. Po jo, tha, ne tha, të tillë kemi traditën. Sepse tha, burra, tha, në fshatin tonë, tha, nuk kam më, tha. Kështu që tha, tani tha, janë vajzat ato, tha, që respektojnë mikun. Sa e bukur kjo. Më ka bërë shumë përshtypje. Po më duke si e di Duramu, edhe që kalon për ato dhe... Të beton. Dhe ishte një... Do me thënë, ishte një ndjesie e çuditshme. Dhe ajo fjeti aty në dhomë me ty? Ajo fjeti aty në dhomë me mua, unë isha shumë e sikletosur. A dzuri gjumi nga pyetjet që, unë flet top zakonisht se kam fatin që të flet top kur lë Tiranën. Brenda në Tiranë kam betejat e mia, po kisha një siklet shumë të madh se a ke ftohtë, çdo. Të pyes, a ke ftohtë? Ti kishe ftohtë? Po dhe kisha. E di Duram, dhe këtë s'ta ka thënë njeri, ta tha në dekalog. Po dhe kisha, Ulandi. Po, falla tjetër. Hajde. Ulandi, sa zgjat ky emisionet? Po, këtu jemi në Devol, jemi në zonën time. Po ti je devollite? Dhe meqense ti më pyete për Akin, ajo... Me ping? Po gjithmonë në të njëjtën dorë, në rakin, në gotën, në tjetrën penën. Me oping, do të pirë kështu. Kush është ky? Është një njeri yt apo nga ato personazhet që ti? Tani, të them drejtën, ndjem pak e turpruar se nuk e mbaj mend emrin, por ky është një nga ato personalitete që i kanë dhënë shumë folklorit, dhe ky valleve. Dhe jemi gjithë gjysë devolli, gjysë kolonjar. Kjo foto më pëlqen shumë. Pa, e bukur. Foto tjetër. Këtë kemi pirë për dritërojnë, faktikisht. Këtë gotë kemi pirë për dritërojnë, dhe unë kam qenë duke bërë emisionin tim. Dhe të kryqëzuar duart. Foto tjetër. Tani unë këtu prit. Jo, prit. Shumë të aventurat, më thënë drejtën. Frenojnë qik. Këtu ke treguar që Ilnisa Golli sa e lirë je. Ja. Po dhe ti i lirë, Olandi. Po mirë, kur ti e miftuar unë të emisioni jotë, ma thuaj këtë po. Tani ma shpjegojnë qik tani, që është kë po, se këtu nuk, jo të zdoj njeri, unë Po tani, e ke përësysh atë historinë që të tash në kryet herës një këmë në akademi, një këmë në punë, gjithmonë këmbët i kam pasur gjithmonë, jo. Një këmbë është në një motor, një është në një motor. Si tha, Qingjimir pi 2 nëna, po ti nuk di më të rejnë, që Rufjani pi gjithë koptenë. Kjo është e fabulisit Ferit Lamaj. Po, kështu që... Ti bërë me këto relin? Po, mua pëlqejnë shumë to. Do me thënë, e vetme gjë që unë jam mësuar, do me thënë, po mësohem të frenoj anajsin, është që të eci shpejt.